Një tubimi me qytetarët në lagjen Dardania në Prishtinë, ish-presidentja Vjosa Osmani ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me takimet e tij, duke ngritur pikpyetje për mungesën e transparencës ndaj qytetarëve dhe opozitës lidhur me takimet, veçanërisht ato me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Osmani tha se për orë të tëra në takimet e mbyllura me Aleksandar Vučić dhe Miroslav Lajčak, ndërsa sipas saj askush nuk është informuar për përmbajtjen e bisedimeve. Pyetja është çfarë ka folur ai me Aleksandar Vučićin dhe Miroslav Lajčakun brenda një dhome. Çfarë është diskutuar aty? Askush nuk e di. Nuk kanë treguar kurrë se për çfarë kanë biseduar. A ju kanë treguar ju ndonjëherë si opozit? Kur, tha Osmani gjatë tubimit në Prishtinë. Hajde folim është platforma e re komunikimit me qytetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës e bërë publike nga Lumira Abdigjiku, pa skenografi protokollare, pa filtra ball për ball me qytetarë dhe të vërtetën e përditshme të Kosovës. E nisëm në Kuriz dhe do ta vazhdojmë në çdo anë të Kosovës, ka shkruar Lumira Abdigjiku. Në çdo qytet, në çdo shesh, duam të ulemi pranë qytetarëve dhe të flasim hapur për jetën e tyre, për brengat, zhgënjimin, shpresat dhe idetë e tyre për vendin, sepse besojmë se politika nuk duhet të jetojë mbyllur në zyra, studio televizive apo rrjete sociale. Politika duhet jetë mes njerëzve. Kosova ka nevojë për më pak propagandë, më shumë dëgjim, më pak zhurmë, më shumë kuptim dhe pikërisht prej këtyre bisedave duam të ndërtojmë rrugtimin ton të përbashkët përpara. Ejani në ngjarjen e radhës, hajde folim, shkruan Lumira Abdigjiku.